Iku nga unë e u fejua me një vajzë të virgjër. Danja rrëfen historinë me ish partnerin e saj në lidhjen 3 vjeçare. Gjatë një bisede të bukur me Iglin, Danja ka vendosur mbrëmb që të tregojë një histori të saj personale. Banorja e cila nuk flet shumë për jetën e saj private duket se është hapur më në fund, teksa ka treguar për një marrëdhënie me një djalë që e konsideronte toksik, teksa u shpreh: "Unë jam 32 vjeçë sot, e kam kaluar një histori dashurie shumë të madhe. Në mendjen time ishte shumë e madhe. Ajo ishte ajo toksikja, në atë kohë ajo më dukej e madhe, ishte të shmendur." Teksa më pas Danja shtoi: "Ndoshta nuk duhet ta them këtë për respekt të babait tim, se gocë veriore dhe babi nuk e di marrëdhënien time." Banorja u shpreh se baba i saj do jetë shokuar aq shumë që e ka përmendur Redin në shtëpinë e Big Brother VIP 4, teksa tha: "Edhe kjo e Redit e ka shokuar se e kemi përmendur kaq shumë, me këtë po merremi pasi të dal nga këtu se nuk e njeh. E ka marrë vesh 3 fiset e mia, fisi i mamit, i babit dhe i vites", tha ajo, teksa duke u rikthyer lidhjes së mëparshme, Danja vijoi duke thënë se për herë të parë dikush u largua nga ajo pasi ai kishte zgjedhur që të ikte. Më pas ajo kishte marrë vesh se ish partneri ishte fejuar me një vajzë të virgjër, teksa tregoi historinë. Në atë kohë ishte wow, por ishte më toksikja. E kur unë u zgjova nga gjumi, kisha të bëja me një njeri që pa vetëm interesat e veta dhe iku ai, ka qenë hera e parë në jetë që iku dikush nga unë, zgjodhi ai të ikte për arsyet e veta. Në momentin nuk rash dakord me ato arsye, e kam bërë një luftë 3 vjet me veten. Afrohej dhe largohej dhe unë i mbushja mendjen vetes se mbase nuk është kështu, mbase është ashtu. Mora vesh që u fejua me një vajzë të virgjër, deklaroi Danja. Banorja përfundoi rrëfimin duke thënë se i është dashur një javë që të marrë veten e kjo fal mbështetjes e këshillave të motrës së saj Artiles, teksa u shpreh: "Kur të shoh ty me gjestin, shoh veten time në atë situatë, prandaj po ta tregoj historinë. Duhet të marrësh veten e të marrësh një vendim të prerë, duhet dikush që të hap syt. Në situatën time ishte motra, tashi që i kam kaluar këto gjëra, dua edhe unë të hap syt", u shpreh Danja duke dhënë një mesazh që Igli ta mbyll situatën me gjestin.